Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët një video direkt këtu në kanalin tim. Bë disa kohë që unë nuk kam filmuar, domethënë gjithë dhjetori nuk është se kam filmuar, edhe i thash që nuk do filmoja sepse kisha një problem me YouTube-in. Edhe pastaj na zurën edhe virozat, na zuri dhe amarin e zuri kjo e gojës. E zuri virusi i gojës dhe ishte një tmerr i vërtet për neve, nuk e kishim provuar ndonjëherë, nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë. Edhe ishte goxha keq për fëmijët, sepse nuk mundej as të hante, as të pinte, i dhimte gjithë kohës dhe nuk dinte se si ta menaxhonte këtë pjesë. Duke qenë se është edhe i vogël, por që edhe i rritur, pak më i rritur të ishte, do ta kishte shumë vështirë. Ju uroj të gjithëve gëzuar një vit sa më i mbar për të gjithë edhe sa më shumë shëndet. Shëndeti është i pari, ajo të duhet të kemi një herë mirë, pastaj të tjerat avash, nuk është se na prishin aq shumë punë, sa na prish për shëndeti jon. Edhe kështu, sot është diku data 5 ose 6, sot është data 6 janar dhe thash të hap një video dhe unë dhe të fillojmë këtë vit, të fillojmë mirë dhe të fillojmë me video. Duke qenë se pak a shumë e kam rregulluar problemin që kisha te YouTube-i edhe tani jam më rehat për të filmuar. Dita jon sot nisi pak kështu e rrëmujshme. Amari kishte 3 ditë, domethënë sa i ka kaluar ky virusi i gojës, i kaloi goxha mirë dhe e ka mirë tani, nuk ka asnjë shqetësim. I filloi një koll, po kolla shumë me pak sekrecione. Edhe kishte goxha sekrecione nga hundët, edhe ka dhe pjesa e laringut këtu dhe e pengon dhe i krijon atë kollën. Nuk kollit e shumë shpesh, por kështu ndonjëherë e kapte. Kur mbytej nga hundët kështu. Edhe sot u zgjuam në mëngjes, po marri pediatrën që e ndjek amarin këtu, që domethënë atje i kemi çuar gjithmonë. Edhe mora pediatrën telefon edhe folëm edhe na tha që të venim atë kohë kur u zgjuam neve, të shkonim dhe ta vizitonim. Edhe shkollëm atje, vizituam amarin, një vizitë kështu te doktoresha dhe ishte mirë, nuk është se kishte ftohje. Vetëm kishte kështu sekrecione, glbaze, kështu gjërash, edhe na dha një shuru pak për kollën, që t'ja japim që mos ta zëj, se ndoshta e zë dhe më shumë në vazhdim të ditëve. Edhe do t'i bëjmë edhe maskën me ujë fiziologjik edhe me një ilaç, një plur që i hidhet brenda që për t'ja hapur pak pjesën e hundëve këtu, se i ka pak të bllokuara. Edhe kështu dita jo. Pastaj ikëm pivëm një kafe të 3 bashk. Edhe erdhëm në shtëpi, tani shtëpia është super rëmuj, sepse nuk ishte aq rëmuj, por erdhëm ne, amari donte të lagej në shi, në obor, edhe unë i lash poshtë me Aleksin se i ka larë që t'i ngroja supën e amarit, se i bëra një supë dje dhe ja i pja sot. Edhe kështu dita, edhe erdhëm dhe këta, dhe kur e shikoj amarin, amari ishte i lagur komplet, e mori Aleksi pastaj e ndroi. E ushqiva tani është në sallon. Kështu që unë do filloj të rregulloj ndonjë gjë, ndonjë sistem im, sepse dhomën këtu e kam, juve shikoni vetëm të pjesë këtu, por dhoma është shumë skandal me rroba. Thjesht ka rroba. Jo batanie, jo rroba, jo krevati, jo. Edhe tani do t'i rregulloj të gjitha, që të mundohem ta rregulloj, ta pastroj komplet të pjesën këtu, që të vendos amarin në gjumë këtu në dhomë dhe të kalojmë në vendet e tjera të shtëpisë në përdhomat e tjera. Marrë me disa punë sot, sepse kisha shumë lavatriçe për të vendosur. Nuk e di domethënë se kur u bën aq shumë. Ishin aq shumë sa që i kishte rënë në sy dhe Aleksit që neve kishim shumë rroba për të larë në shtëpi. Edhe ishte domethënë ajo banja e vogël, që banja që përdorim vetëm për të larë rrobat, ishte plot, ishte bërë si lavanteri, kështu, vetëm rroba, kisha lënë edhe te lavamani rroba. Ca thaheshin, ca laheshin, ca ishin të palara, ca ishin të thara. Një lëmsh i vërtet. Edhe akoma kam lavaca të bardha, tani prap një lavatriçe me çarçaf, kështu. Po këta fanellatët janë edhe shumë të trashë dhe zën shumë vend atje në kosh.
Edhe leva dhe pak banjën, se ma më duket sikur vete në atë gradën që nuk durohet më banja. Edhe kishte në fakt pardje kam larë, pardje më duket, edhe kaq, në me thënë, pardje edhe dje, edhe sot nuk duron të më që ta li edhe sot, normalisht që të do ta laja. Edhe bëhet shumë, vetëm e madhja, ajo banja që përdorim për të larë, bëhet shumë ajo, ndoshta edhe nga avuji që bëhet atje brenda. Edhe kështu, mbarova këto punët, i dhash Amarit ilaçin, se Amari vazhdon me virozë, iku viroza, si u thash, viroza e gojës, dhe tani ka virozë, po të paktën pa temperaturë, ka virozë kështu gripale, tani ka gëlbaz, ka koll, dhe kolla sapo vetë dhe sikur i përkeqësohet pak. Kështu që i dhash ilaçin tani, i pi me shumë halle ato ilaçet, se ka marrë frikë në fakt atë mjekimin e gojës që i bëja, ja bëja me shumë forcë, shumë me gisht edhe atë bojën, edhe ka marrë stomakuran, duket se quhet ajo ilaçi. Kush ka fëmijë me atë virusin e gojës, stomakurani është që çdo pediatër ta sugjeron. Edhe shumë i mirë ishte, sepse ja kaloi Amarit goxha shpejt, por ishte një tmerr për Amarin, se i dilte shumë gjak, se i kishte mishrat shumë të acaruar, edhe qante me të madhe, kur më shikonte me atë garzën që merr janë farmaci për apostavat për këtë, që lidhja kështu kishtin, Amari nuk rinte, domethënë me zi e mbante Aleksi, nuk e rinte. Tani do t'rregoj ca rroba që kam bler Amarit këto kohë. Kam bler këtë, kështu ja kam bler për Krishtlindje, por do t'ja vesh edhe tani, janar shkurt, kështu që është pak ftohtë. Tani është dhe më ftohtë në fakt se çfarë ishte atëherë kur e kam marrë. Edhe ka vesh, e kemi larë, ka vesh 1-2 herë, edhe ka që ka vesh, se ka vesh më shumë. Por që është shumë cute, shumë e bukur, do t'ja vesh edhe në vazhdim, me që se është e trash, nuk ka rëndësi, është me drer apo s'është me drer, nuk ka fare rëndësia apo. I mora dhe këto bijame që ja kam vesh ditën e Krishtlindjeve, këto bijamet kështu me kuti, që më pëlqeven shumë. Nuk do t'ja bleja të kuqe, thash po i blej edhe një palë kështu jeshile, me këtë motivin e kuq, kështu me kuadrata. Edhe shumë bukur. I bleva një palë mbesës, që ja bëra dhurat për Krishtlindje, ja bleva me të kuqe asaj. Ajo ka me të kuqe dhe jeshile, Amari me jeshile dhe me pak të kuqe. Edhe ja bleva një soj, sepse kur të ikim në Gjirokastër, do t'ja veshim atje të dyve. Duan t'i kenë kështu me që një soj. Edhe të rinë bashk. I mora dhe këtë bluzën, edhe kjo bluza është akoma me etiket, nuk ja kam veshur. Nuk është se kemi dalë, se na mbyti shiu. Bien super shi, janë është mbytur 2 njerë, Gjirokastra ishte mbytur një herë. Kush më shikon nga Gjirokastra, shpresoj të keni kaluar mirë atë situatën me përmbytjet, se kishte goxha përmbytje, dhe kush ka pas biznese, ose ku di unë dyqane lokale kështu, e kanë parë pak keq. Një situatë shumë e keqe, sepse ju ka hyru i brenda dhe ju ka bërë dëme goxha të mëdha. Edhe kështu i bleva edhe këtë morëm, ishte shumë e lezetshme, edhe si ngjyrë, po edhe shkrimi, edhe e thjeshtë, e nuk ka gjë, vetëm këtu. Tiket për tani, vesh këtë dhe një xhup sipër. Hudit që kemi pasur vjeç, Amarit nuk i bëjnë fare, kështu që Amari për çdo sezon, besoj do rroba të reja. Lavatriçja po më thëret, edhe i mora dhe një palë atlete Amarit, një palë atlete si ngjyrë kaf kështu. Po, u bëra pak pishman në fakt, se një më tha Aleksi që nuk janë gjë sepse nuk janë fare për këtë kohë, kur do t'ja vesh tani s'ke ku ja vesh. Edhe 2, se në Amarit nuk i bënin. Njëra këmbë i futej pak me vështirësi, kurse tjetra si futej fare, domethënë, nuk mundohesha unë dhe nuk i futej fare. Kështu që i ndruam, edhe ja ndroi Klaudia, edhe do t'i marr një palë të tjera, do t'ja mbarsh si kambale, kështu në këtë ngjyrë, të zezë me këtë. Ti ke 2 palë kambale. Edhe një palë kambale të tjera ja ka marrë, ti ketë edhe këto, do t'ja marrë me numër të madh, që ti veshte me çorape të trasha, se më të çmën në këtë këmbën. Nuk e di vetëm u vuaj me fëmijën kështu në pjesa e këmbës, se më duket sikur ja marrë numrin e tij, 22 i ka marrë, por me çorape pak më të trasha, se ato të holla të fare nuk i bëjnë në botë, rritin shumë të ngushta. Kështu që do t'ja marrë pak më të mëdha. Edhe të gjitha këto gjërat, çdo gjë që porosis për Amarin, si për vete si për Amarin, i porosis tek Zara dhe i porosis tek Klaudia. Më vinë goxha më shpejt, më vinë me çmim më të arsyeshëm, sepse kur bëj një blerje shumë më të madhe,
që blej dhe për Amarin, blej dhe për vete, këpuc, gjëra, kështu varet se çfarë gjejmë, plus si këto koka pasur edhe ulje, edhe i porosisim atje. Nëse jeni të interesuar për të bler rroba për fëmijë, mund të veni atje dhe të bleni, dhe kuptoni për çdo gjë me Klaudian, sepse i tregoni masat e fëmijëve çdo gjë dhe është shumë korrekte në këto kthimet e mesazheve dhe në këto detajet, sepse çdo nën ka qejf pak detajet tek rrobat e fëmijëve, jo centimetrat, jo sa ashtu, jo po si mund t'i bëj, si mund t'i ri, materiali, shumë gjëra. Klaudia e ka këtë pjesë që kuptohet shumë mirë me klientët, edhe më pëlqen kjo gjë shumë te Klaudia, sepse në disa faqe të tjera nuk është se merren shumë me ty, thjesht të thonë po e kam dhe kaq. Edhe ti ndaç merr, ndaç mos e merr. Edhe kështu tani njerëz do ikim të hap tharse, të palos disa rroba dhe të fut pastaj rrobat e tjera në lavatriçe, se jemi një lëmsh i madh me këto rroba, nuk e di pse na janë bërë kaq shumë rroba në shtëpi. Bura një dush, o qetësova pak, bura Amarin e gjumë, me zi më ka fjetur Amarin, dhe sa fjeti Amari pastaj vajta direkt bëra një dush, edhe bëra pak skincare, vendosa një mask për syt, se këto kohë kemi qenë pak të lodhur në fakt, se Amari ka qenë shumë me virus, edhe nuk është se flëm mjaftueshëm, nuk është se jemi aq rehat sa ditët e tjera. Edhe i bëra por nuk ju tregova, ja bëra në gjumë, i bëra kështu ujë fiziologjik edhe këtë ilaçin. Te ilaçin kështu që prit se po ju tregoj se e di që do më pyesni. Këtë ilaçin e ka dhënë doktoresha që e tund kështu dhe ja hedh kësaj makineriz maskës, që ka këtë maskën para, por Amari se bën kur me mask, se nuk është se nuk i pëlqen fare. Edhe nuk ja bëj ashtu, ja bëj në gjumë, ka vendosur t'ja bëj në gjumë dhe doktoresha tha që është shumë mirë në gjumë se nuk lëviz fare. Edhe kështu që e ka më mirë atje. Edhe ja bëra tani në gjumë, nuk ka kuptuar asnjë lloj gjëje, edhe kur merr frymë kështu me hund, e merr edhe këtë ilaçin edhe e merr edhe më mirë se kur është zgjuar. Se zgjuar se do fëmijët lëvizin. Edhe i hedh me shiring pak kështu fiziologjik, duket e ka të shkruar 2 ml, nuk e di sa e kishte se mbaj mend. Edhe këtë ilaçin e vogël i hedhim këtu dhe bëjmë maskën. Kjo maska është shumë e mirë, ja morëm që vjet, edhe vjeti ishte Amari ishte shumë keq, se ishte me temperaturë, ishte 10 ditë ashtu, edhe kjo i bëri shumë mirë kur e morëm. Edhe duhet në shtëpi ta kemi të maskën, edhe për neve është shumë e mirë. Kur na ka gripi të bëjmë atë maskën dhe të liron komplet hundët. Edhe këto ishin gjërat e darkës. Shtëpin besoj se e shihni se në çfarë faze është. Janë të gjitha lodrat në tokë. Tani duhet i mbledh të gjitha lodrat, pak të mos t'i lë ashtu se në mëngjes nuk kemi nga të kaloj. Edhe do mbledh lodrat edhe pastaj dorim pak në qetësi pa Amarin, pa prezencën e Amarit, sepse kur është Amari normalisht nuk është të na lësh shumë, të rim shumë rahat. Edhe kështu. Sot ju flas nga një ditë tjetër të vlogut. Jemi bërë gati me Amarin, edhe ka ardhur në Shkodër edhe mami me babin, edhe do na marrin ne, sepse do ikim në Gjirokastër. Edhe unë neve jemi vetëm në shtëpi, sepse të gjithë kanë dalë. Edhe unë Amari u zgjuan pak vonë, sepse ndje vjetëm shumë vonë, pa Big Brother në kështu. Amari fjeti herët, po unë frita vonë. Edhe tani u bëra gati, si e shikoni jam veshur, jam lyer, jam rregulluar, se do dalim të ham një drek jashtë. Edhe si fillim do bëj një kafe, ta pi, sepse nuk kam pi fare kafe sot. Dhe pastaj nga ora 1, kështu 12 do dalim. Edhe kam bërë dhe qerpikët, jam bërë një ris, se i kisha qerpikët skandal. I kisha shkullur të gjithë edhe si më kishte ngellur asnjë. Hajde, tregoj mami aty. I kisha të shkullur të gjitha, edhe nuk më kishte ngellur asnjë qerpik. Edhe kjo ishte outfiti Amarit. Outfiti është kjo bluza e re e Nazara. Dhe një palë pantallona kafe, kam vesh. Jo mami ja se është pikante, nuk e ha do ti atë. Se të dje goja. Puçi pak atje ti të telefoni. Na. Çfarë do Amari?
Do kikirik, do dalliqe. Jo, mos e fut në gojë. Edhe këto ishin, do ikim deri në disa ditë në Gjirokastër me Amarin. Edhe pastaj do vitën Amari Aleksi. Këto baluket nuk e di, por nuk më pëlqejnë fare. Mezi pres që të rriten flokët, të rriten baluket, që mos t'i kemo kështu, nuk durohen fare.